nga se nuk ka rrugë të adhurimit, se si ne mund të adhurojmë Allahun xhallahu ala në formën më të mirë, përveç formës që na ka mësuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj në këtë hadith që e përmendëm, këtë lutje që pejgamberi Allahut ja mëson Ebu Bekrit, është një mësim madhështor vëllezër, që ne nuk mund të adhurojmë Allahun xhallahu ala nëse nuk kalojmë nëpërmjet gjurmëve, cilët gjurmë na i kalon pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, çdo angazhim tjetër, çdo filozofi dhe çdo mund që ne do t'japim për të adhuruar Allahun jashtë mënyrës dhe rrugës që na ka mësuar pejgamberi Allahut, rezultati do t'jetë zero. A e dini pse? Për shkak se ai e di formën më të mirë se si arrihet tek falja Allahu xhallahu ala. Ai e di se si më mirë arrihet mëshira Allahu xhallahu ala. Andaj në qoftë se e synon faljen dhe mëshirën e Allahut, pasojë pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam.